Bar, restorant, hotel, Mango është ndërtuar në një vend të veçantë, aty ku toka takon detin dhe ku peizazhi ndryshon çdo orë të ditës. Në plazhin e ri të Semanit, struktura e fundit pranë Godullës dhe shumë afër gruagderdhjes së lumit Seman, Mango qëndron si një pikë referimi e re në një zonë që për dekada është parë ndryshe. Ky nuk është një ndërtim rastësor, por është një zgjedhje e menduar mirë, larg zhurmës, pranë natyrës, aty ku deti dhe lumi krijojnë një kontrast të rrallë dhe të bukur. Në përgjithësi, kur flasim për Semanin, jemi mësuar të shohim godina të përkohshme, të ngritura me materiale të varfra, që punojnë vetëm 2 muaj në vit dhe më pas zhduken bashkë me sezonin veror. Ndërtime të shpejta, pa identitet, pa qëndrueshmëri dhe pa ambicie afatgjatë. Por jo Mango. Mango vjen si një kundër model, një strukturë e ndërtuar për të qenë këtu gjatë gjithë vitit, për të ndryshuar perceptimin dhe për të vendosur një standard të ri në një plazh që prej kohësh ka pasur potencial, por jo investime serioze. E ndërtuar me një kombinim harmonik të drurit, hekurit dhe xhamit, si dhe me materiale moderne izoluese, struktura dykatëshe e Mango bie me një herë në sy. Arkitektura është e thjeshtë, por elegante, funksionale, por edhe estetike. Xhami hap pamjen drejt detit, druri i jep ngrohtësi ambientit, ndërsa hekuri garanton qëndrueshmëri. Gjithçka është menduar që ndërtesa të jetë pjesë e peizazhit dhe jo një trupi huaj në të. Sot është data 31 dhjetor 2025 dhe ndodhemi në plazhin e Semanit. Pikërisht në plazhin e ri, në fund, pranë Godullës, afër gruagderdhjes së lumit Seman, ndodhet dhe bar, restorant dhe hotel Mango. Pikërisht këtu ku ndodhemi ne, është një qetësi absolute dhe një kënaqësi për të shpenzuar qoftë edhe një moment, sepse vetë natyra është aq e bukur dhe aq e paprekur dhe aq larg çdo lloj zhurme sa nuk të bëhet të largohesh këtu. Koha është e bukur dhe pavarësisht se po frym pak erë dhe deti është i trazuar, po të futesh brenda nuk ndjen absolutisht as edhe një gjë. Pikërisht në këtë ambient, po të mbyllim derën nuk ndihet më asgjë. Është ngrohtë, qetë, rrezet e diellit që bien dhe të gjithë janë gati për të shërbyer klientëve që vinë këtu. Në përgjithësi, çuditërisht shumë pak thjerake njohin këtë vend. Klientët kryesor që vinë këtu janë të huaj që e njohin vendin nëpërmjet booking. Dhe po të shikojmë, do ta shikojmë në pjesën e mbrapsme, është një parkim i madh dhe mundësia për t'u akomoduar është e pafundme. Pra, ky është restoranti dhe pjesa e barit të Mangos. Shikojmë, pra, tu shërbehet kafja, kemi birra kosha, por ndërkohë kemi dhe disa lloje të tjera pijesh, të cilat kryesisht janë pije të vendit tonë, por kemi dhe pije të huaja si birrë dhe verë. Ndërkohë, kemi dhe një kënd të posaçëm i cili është projektuar vetëm në formën e një biblioteke, që është duke u pasuruar. Pra, të gjitha këto verat janë vendosur përkohësisht këtu, por kjo biblioteka do të mbajë kryesisht libra të çdo vendi. Për të arritur në Mango, mjafton të zgjedhësh rrugën dytësore që të çon drejt zonës së tapit. Më pas, tabelat orientuese me emrin Mango të udhëheqin vetë, pa stres dhe pa humbur kohë. Rruga është pjesë e përvojës, një kalim gradual nga qyteti drejt qetësisë së Bregdetit, që të përgatit për atë që të pret. Ambienti i jashtëm i Mango është ndoshta një nga pikat më të forta të këtij destinacioni. I hapur drejt detit, me hapësira të gjera dhe të mirë organizuara, ai të fton të ulesh dhe të qëndrosh gjatë. Tavolinat janë të vendosura në mënyrë që çdo vizitor të ketë pamje, qoftë nga deti, qoftë nga perëndimi i diellit. Bari i integruar natyrshëm
në ambientin e jashtëm është funksional, modern dhe gjithmonë në lëvizje. Këtu mund të nisësh ditën me një kafe në mëngjes, të vazhdosh me një pije freskuese në mesditë dhe ta mbyllësh me një koktejl në mbrëmje, ndërsa deti përballë ndryshon ngjyrë. Atmosfera është e qetë, pa zhurmë të panevojshme, një vend ku biseda dhe relaksi janë në qendër. Se më pyete nga ka ardhur emri i lokalit Mango dhe ç'lidhje ka Semani me mangon. Pikërisht ky është fruti mangos, i cili këtu në lokalin Mango vjen i freskët, vjen bio, vjen original dhe drejt për drejt porosi për të, pikërisht për të strukturë. Dhe ky shërbehet në formën e lëngut dhe në formën e smoothit në të gjitha stinët e vitit. Pra, ky është një lloj fruti i cili ka veti jashtëzakonisht të larta ushqyese, është një nga frutat e ndryshëm egzotik që shërbehet këtu, po për mos të përmendur të tjerët, por mangua është kryesori. Dhe vetit e tij, po pastron gjaku, qarkullimin e gjakut ka veti shumë të mira, të cilat shërbejnë edhe për shëndetin, edhe për dhënien e energjisë dhe pikërisht në vendin e duhur ku kombinimi ajrit, diellit, detit dhe ushqimit të mirë dhe cilësor dhe mangos bio bëjnë gjithë ata të apasionuarit mbas jetës së shëndetshme dhe gjithë të fiksuarit për shëndetin ta zgjedhin pikërisht mangon si vendin e tyre të preferuar për të kaluar qoftë edhe një mbasdite, por edhe për të shijuar një drek apo një darkë, por dhe pse jo, dhe për të shijuar edhe për të ndënjur më gjatë, sepse është dhe sistemi i dhomave dhe i hotelerisë. Kuzhina e mango është një tjetër element që e diferencon këtë strukturë nga gjithçka tjetër në Seman. Këtu ushqimi është i thjeshtë por cilësor, i bazuar në produkte të freskëta dhe receta që respektojnë shijen. Peshku dhe frutat e detit janë protagonisti kryesor. Aq i freskët është peshku këtu, sa nëse vjen në mëngjes, ke ndjesinë se je në fier. Ka kaq shumë peshkatar në lëvizje, sa mango është ndër të parët që merr peshkun e sapo nxjerr nga deti. Kjo reflektohet drejt për drejt në pjatë. Shije e pastër, gatim korrekt dhe një menu që nuk pretendon të jetë e komplikuar, por e sinqert. Këtu vjen për të ngrënë mirë, jo për t'u habitur artificialisht. Te kuzhina Zanuzzi, kuzhinë italiane, dhe ja dhe prodhimet e detit janë koce dhe lavrak bio. Të kapura me grep apo me rrjedhë? Jeger, më thonë, jeger. Pra, këto janë edhe prodhimet. Ja, pas pak do ulemi këtu për t'i ekzekutuar këto turi, për t'i provuar se nuk beson njëri është jeger apo i but. Dhe ne, për ta besuar edhe vetë, do të thënë që këto janë vërtet të mira, do t'i provoj vetë do ulemi, do ta kemi këtë siklet, do ta heqim këtë siklet. Kur themi Seman, rrallëherë na shkon mendja tek hoteli. Semani ka qenë gjithmonë një destinacion vajtje ardhje, me çadra, kasole dhe vizita të shkurtra ditore. Por Mango e ka thyer këtë mit. Me ndërtimin e një hoteli me 8 dhoma, Mango sjell një dimension të ri. Qendrimin, dhomat janë të thjeshta, të pastra dhe funksionale, të menduara për ata që duan të qëndrojnë më gjatë, të zgjohen me zhurmën e detit dhe të mos nxitohen për t'u kthyer. Është një risi për zonën dhe një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit real të plazhit të Semanit. Atëherë kjo është struktura e kapur nga një pozicion tjetër, siç thamë është bari dhe restoranti, kuzhina në brapa tyre dhe kemi dhe hotelerin. Këtu kemi 8 dhoma. Tani do të shkojmë të vizitojmë dhomat për të parë se çfarë cilësie hotelerie kemi këtu në plazhin e Semanit. Pra, të diskutojmë hoteleri turi në plazhin e Semanit. E shikojmë. Këtu jemi pikërisht tek dhomat, jemi në dhomën numër 3, hym turi, shikojmë se si është. Atë është, si shduket një dhomë super komode, kemi një krevat doppio dhe një krevat tek, sigurisht me pamje nga deti, kemi një dollap, dhe sigurisht edhe një tualet. Pra kjo paka shumë struktura e një dhome në Mango, ku vizitorët, qoftë të huaj apo të vendit, mund të vinë të akomodohen dhe të shijojnë këtë pamje.
Pra, kjo ishte dhoma numër 3 dhe sigurisht, siç mund ta shikojmë dhe këtu, Dhe tualeti? tualeti po. Pra ky është tualeti. Ky është dhoma ngjitur, dhoma numër 4. Është e njëjta strukturë e dhomave. Pra, fillon me tualetin, pra njëjta strukturë dhe një krevat dope, një krevat tek. Pra kështu janë të strukturuar pothuajse gjitha dhomat në të strukturike. Dhe po thosha, kryesore këtu është qetësia. Këtu nuk vinë njerëzit për të parë njëri tjetrin, për të dukur, kush ka makinën më të shtrenjtë, kush ka rrobat e banjës më të bukura. Këtu njerëzit vinë për të qetësuar, për të gjetur qetësinë të cilën nuk ta ofron sot asnjë zonë urbane. Edhe Fieri, që është një qytet i vogël dhe periferik, është bërë shumë i zhurmshëm dhe njerëzit kanë nevojë pikërisht për këtë qetësi që ofron ende ky vend. Nuk e di si do jetë mas 5 apo 10 vjetësh, po sot është një vend ku i gëzohet qetësisë, ushqimit të mirë dhe shijimit natyrës. Tu është natyrë egë. Po. Dhe do t'rregoj edhe diçka tjetër. Ashtu si është e peshku. Po, do t'rregoj edhe ushqimi, do ta shkojmë pak më vonë. Dhe mango bio. Mango po do t'rregoj edhe diçka tjetër që është shumë interesante për këtë stabiliment. Sepse një nga gjërat që ka vuajtur Semani historikisht ka qenë uji. Pra, vërtet mund të krijojë një strukturë, qoftë restoran, qoftë bar apo hoteleri që është shumë e rrallë, domethënë hotel në Seman, domethënë gjë shumë e rrallë, por problematika që uji ose furnizimi me ujë. Për shkak se ujësjellësi nuk vjen deri këtu dhe njerëzit janë munduar domethënë me metoda alternative, kryesisht duke hapur puse për të krijuar pikërisht atë për të patur ujin qoftë për higjen, qoftë edhe për të larë apo për të gatuar. Ndërsa kjo strukturë ka zgjidhur ndryshe këtë gjë. Do të tregoj një strukturë që është e instaluar jashtë, një strukturë shkripëzimi e ujit detit. Do vemi pak më vonë. Një problem i kahershëm që ka frenuar zhvillimin e plazhit të Semanit ka qenë mungesa e ujit, si atij të pishëm, ashtu edhe ujit për higjen. Një problem serioz që ka bërë që shumë iniciativa të mbeten vetëm në letër, por edhe këtë, Mango e ka zgjidhur. Me investimin në një impiant shkripëzimi, struktura siguron furnizim të vazhdueshëm me ujë, duke garantuar standarde dhe duke hequr një nga pengesat kryesore të zonës. Atëherë, po të shikosh mbrapa me turi, është një strukturë. Ai është impianti i shkripëzimit. Pra, uji detit merret me pompë, kalon në impiantin e shkripëzimit. Në impiantin e shkripëzimit kryhet procesi i heqjes skripës së ujit dhe uji shkon në depozit dhe na vjen këtu në çesma tona, në çesmën blokazit. Lutem, mbusheni gotën? Ka shqipishëm, no? Po, absolutisht. Ja tani ta provoj. Asnjë lloj kripe. Asnjë gjë. Do duket uji i zakonshëm rubineti. Asnjë lloj ndryshimi nga një ujë i zakonshëm rubineti. Pra, ky është zgjidhja që kjo strukturë Mango ka gjetur për pastërtinë dhe higjenizimin, sepse dihet që uji në Seman është problematik. Por impianti i shkripëzimit siguron që këtu të ketë ujë të rrjedhshëm dhe higjen të mirë gjatë gjithë vitit. Parkimi në plazhe është gjithmonë një hall më vete. Shpeshherë kthehet në burim konflikti. Makinat vendosen pa rregull dhe qëndrojnë për orë të tëra në diell. Por jo në Mango. Hapësira e parkimit është e organizuar, e qartë dhe funksionale. Çdo gjë është menduar për të shmangur kaosin e për t'i dhënë vizitorit qetësi që në momentin e mbërritjes. Një nga problemet e zakonshme të lokaleve pranë plazheve janë dhe parkingjet. Parkingu për dy arsye, nuk ka vend parkingu dhe arsyeja tjetër është që parkingu në plazh makina rrit tërkohës në diell dhe ka probleme, dëmtohet. Dhe këta e kemi zgjidhur këtu te Mango me këtë parking që shkrim. Mas 40 makina, mas edhe më shumë 50 makina, që do të zgjerohen edhe më shumë, po kjo është gjendja e parkingut tani për tani. Pra, ky është parkingu. Struktura po është një strukturë për kjo struktura të mbajtë shezlonët. Kjo struktura është parkingu. Pra, kjo është edhe vizita në Mango, e mbyllim me parkingun. Në fund, Mango nuk është thjesht një bar, restorant apo hotel. Është një ide
që tregon se edhe Semani mund të shihet ndryshe, se investimi i menduar mirë mund të ndryshojë perceptimin e një zone të tërë. Mango nuk premton luks të tepruar, por ofron cilësi, qetësi dhe respekt për vendin ku është ndërtuar. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që i ka munguar Semanit për kaq shumë kohë. Nderuar miq, këtu ishim në Mango, në vendin që është bërë me vetëm një gjë në mendje. Mendjen që çdo klient që futet këtu të dalë i kënaqur. Dhe qoftë në ushqim, qoftë në arredim, qoftë në komoditet, qoftë natyra dhe pozicioni gjeografik i këtij vendi, tërheqin klientët të cilët kanë nevojë për privatësi, për qetësi dhe për ushqim të mirë dhe të shëndetshëm. Dhe këshillojmë çdo fjerak që të fusi në planet e veta një vizitë në Mango. Ja vlen.